Hello, 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 everyone. Man, what a busy day. Besides the voucher for $250,000 from me to you, I'm gonna explain that in a little bit. E di që më keni ndjekur. Kam pas telefonata e man, all day today, gjithë ditën sot me text messages e me telefonata. Në një kohë të shkurtër e fika telefonin se s'po e mbaja dot, po mbaja tjetrin punës, se kam dy, këte e kam timin personal, njëri ish i punës, i bosit që na riq bosi. Kam ca whisky, very nice whisky. Since I'm talking about the whiskey, I'm crazy about the glasses. Whiskey glasses, I'm crazy, I'm telling you. Crazy about it. And the coffee cups. I spent tons of money. The glasses are more expensive than the whiskey. This one, the coffee cup, I made some coffee for myself. Self-made coffee. I did that myself. It's Turkish coffee. The cup Givenchy, Rottweiler like Givenchy. I just bought those for New Year to spoil a little bit myself. Givenchy coffee cups. And then kushdo që vjen këtu, do edhe një firmë që është i ftuar te ky notebook e do lëri përshtypjet e tim më të mira. Po teksja me çupin isha very busy day. Po teksja, let's put those gizmos. New Year, Christmas, it's here. See, I got some lights on my background, and then we got this Joker here, and then we got this, I'm not gonna say his name. If somebody is curious, ask me about it. Ask me, I'm gonna give you some photo about him. Astro Boy. Anyway, and then talking about glasses, whiskey glasses. I had one that I bought it. This one is from Germany. I had one 2 years ago when I was in vacation in LA. I bought it here, bought it in Paris, shipped it here. Very beautiful, like a king glass, like very beautiful one. I wrapped it, bubble wrapped it, because when I go, if I put whiskey, I can't drink with cheap glasses. I don't know, it's me. I got this one. That was like, I don't know. Anyway, I'm not gonna mention money. I bubble wrapped it. I put it in backpack. My son was carrying the backpack. He broke it when we went to Bellagio's. I opened the backpack. The glass was broken. I dropped down on the floor dead. I was like, oh my God, I really love that glass. Anyway, I'm so excited what I got. Let's go back to what we're gonna talk about it. Mirë se erdhët njërë te Kasole Qarçanit. Pse e quaj Kasole Qarçanit? He's gonna be named Kasole Qarçanit. Kasole Qarçanit, Qarçani ka qenë është nga filmi i marrë nga filmi Liria vdekje me Qerqiz Topullin. Qarçani sa kthehet me anije Qerqiz Topulli me atë anijen që e kishte ai pronari nga Malizi dhe zbresin kanë prurar në Shqipëri, kthehen te Kasollja e Qarçanit. Qose e dëgjoni, o Qarçan, lidhja dhe qenë. Wow! Komandant Qerqizi, thot ai. Ven atje dhe i thot të shoqës, se mban mend Qerqizin, i thot. Po qysh se mbaj, thot e shoqja, ishte vitin që shkoj këtu me gjithë bajon. Anyway, it's një nga filmat e mi më të preferuar, prandaj mirë se erdhët e Kasolle Qarçanit këtu. Qa do thoshja tjetër? Kemi voucherin $250,000 tani. Slow down. Besides the voucher, përveç voucherit kam dhe një histori shumë të bukur. Dua ta ndaj se më vjen aq i nat me ne si popull, me ne shqiptarët, me njëri tjetrin, like kjo gjitha është krijuar për komunitetin. Be a part of the community. I'm gonna come back to you and I'm gonna tell the whole story. It's for all my construction workers out there. All my construction worker friends, Albanian friends, so to see and to give me opinion. I want to share that story with you. Se më vjen i nat, nuk është se I don't care about like pocket change. Më vjen i nat kur njëri ti tregohet honest dhe so kaq me zemër të hapur, why you fucked it all around? Why you make all that bullshit?
It's not worth it. It's not worth it. It cost you 6 months of stress and cost me nothing. Nothing. Nada. Why you need that? Be honest with me since the beginning. Anyway, before I go to that, but it's a beautiful story, listen to me, because I was in court for it. This voucher is from me to you, Altin Halo. It's all the numbers. It's not $250,000, it's $250. Dhe është për të gjitha ata njerëz, më dëgjoni me vëmendje, është për të gjitha ata njerëz që kanë nga 1 deri në 1 vit, nga 1 muaj deri në 1 vit këtu në Amerikë. Më merrni në telefon 978-590-6465. Okej, dhe është $250, se gjithmonë ju kam thënë mos, se kam trazuar të rdynjarën sot, mos shikoni the big things, çekni ato small ones, se pat atje te thumbnail ishin këpucët atje në borëm. So që kontrolloni gjërat ato që janë shkruar me gjërat vogla, ose në një figurë, në një gjë, mos shkruani me $250,000. No. I just added some zeros. Si zeqineja, 250,000, 600,000, 785,000, 889. So, what I'm trying to say, vetëm më merr në telefon, kam dëshirë t'ja dhuroj njerit nga juve këtë voucher. I cannot show it because the numbers are there and somebody might click it and might steal it. So, $250 për të gjitha ata që kanë 1 muaj deri në 1 vit në Amerikë. Se ata tjerë pasaj kanë filluar, kanë lëvizur në një qik, duat një moj kujt mund të hynë në punë, sepse nuk e din qofse e mbani më, nuk e di e kam thënë apo jo, dy gjera janë kryesore në Amerikë. 2 gjera janë kryesore. Këpucët e punës, se do punosh 12 orë, you like it or not, I don't give a shit, but America don't give a shit either. I'm sorry for my language, but janë këpucët e punës se do punosh 10-12 orë to provide for your family, edhe dysheku ku flej gjumë, do dhe ati një $3,000, po more $5,000 dyshek, pasaj është dyshek fluturus, do fluturosh tër natën me gruan, gjithë atë, I cannot provide that, you have to buy it on your own, se pasaj do ju thot, gruaja po fluturoj me dyshekun e 440 Boston, ati që ka podcastin, po fluturon për anëzir Altini Gjiro me dyshek, so unë do provide vetëm këpucët, $250. Këpucët janë, më merrni në telefon, do ju çoj te dyqani, do merrni ose ju jap letrën i tërhiqini vet. Te dyqani keni, këto këpucë janë unbelievable, janë $200, voucher ish 250, 200 bëri në këpucë, janë waterproof leather, you can go lifetime with it. You know what I mean? That's how strong, janë the best shoes on market. Red Wing shoes, we got a store here at 114. Amazing. Besides that, you buy the shoes, the same shoes that I put in thumbnail, you buy the shoes, you put it there, they're waterproof, plus you buy the shoes $200, and then with $50 you can buy like 6 pair of socks, you can blend një 6 pako me qarape, janë $12 një pako qarape, kur një blend tër pakon, është $12 një pal qarape. Kur blen tër pakon e merr për $50, so na këmët e keni të garantuar dimrin nga 440 Boston, nga Altini këtu, nga Kasolle Çarçanit. Edhe well, you can get hiking shoes, you can get anything. Hats, I got my hat there. Let me grab my hat. I got my hat there. No, I'm just joking. I paid big bucks for this hat. Unë te Kasolle Çarçanit këtu, but you can get Red Wing hats there. And then what else? Yeah, call me and it's yours. But what I want from you, ti mund qëndrosh anonim, por po të duash do jetë kënaqësia ime të gjithë teleshikuesve tan, telepublishikuesve tan, këtu te podcasti jon. Të vish, karrige është bosh. Dhe hajde këtu ne na trego këtë historinë. Këto
6 muaj, 3 muaj, një vit, si ka qenë për ty dhe për familjen tuaj? Hajde ndaj me ne. I really love to hear it. Everybody gonna love to hear it. The matter of fact me që jemi atje. Po kjo nuk do të thotë që you definitely duhet vish këtu e të ndash histori me mua, no. Edhe asnjë s'ka për ta marrë vesh, se di unë jemi një çik shune. Asnjë s'ka për asnjë s'ka për ta marrë vesh. Se kush i ka kush e ka fituar voucherin. Do jetë për telefonatën e parë. Asnjë s'ka për ta marrë vesh. Por po të duash, the chair is empty, karriga është bosh, hajde ulu, sherit. Tani me që jemi te kjo, të dielën kemi special podcast, kam një special guy, ka televizion ka televizion të tia në shqiptar, ka televizion të tia në nuk do ta them, nuk dua të jap shumë info, po kemi fol telefon dhe Altin tha, dua të vi ta ndaj historinë e jetës time atje me ty te podcasti joti. Thash, I'm honored. Edhe Sunday it's all yours, i thash. Çai thash, gjitha e diela është e jotja, i thash. Edhe kështu, por mos harroni dhe mos u gënjeni nga këto që ju thon njerëz $250,000. I just had some zeros. Zeros just not worth anything. Now, just call first caller is gonna get it. Now, I'm gonna give you this story. I have this story, very nice, beautiful story. Dhe pse më vjeni nat edhe atje. Unë kisha vajti armatose, isha në qysh para 3-4 ditësh, call a sick day, vajta, po duhet na ndaj. Personazhi në fjalë, very nice guy, but he went wrong way. That's what he thought he wanted to do it. That's why we all different. Some people want to try to be honest, and being honest, because I'm 50 years old. I'm 50 vjeç, nuk kam kohë merre me mashtrim me gënjeshtra. I can't do that, man. I can't do that. I want to go in bed and in my vetet e jastek, kur vë kokën e jastek, I want to sleep. Oh, like a baby. Do të flas si bebush I vogël. I don't want to owe anybody anything. Look at the story. Dhe kjo histori është për të gjithë shokët e mi që punojnë në ndërtim. Doesn't matter. Plumber, gjithë, name it. Që janë in the trades, construction. Po përpara se të filloj, dua t'ju them të gjithëve që platforma jonë është e hapur për të gjitha reklamat, advertising që ju doni të bëni. Për të gjitha. You name it, trades, just I was at the trades. Name it gjitha në construction trades. Plumber, electrician, or you selling like booze, like wines and everything that you sell. You know what I mean? If you want to advertise it, bring it here. You have a pizza place, restaurant, come and advertise it here. It's going to be for you. Call us for prices. It's going to be very, 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 very small. Po si që keni parë, unë kam na 3.000, 4.000, 2.000, 5.000, 9.000, grupi po vete 10.000 views, grupi Labëria. Crazy. When I mean crazy, you guys don't know what the crazy is. 9,000 views in America out of nowhere. It's like unbelievable. Which I love it, and I appreciate each and every one of you that give me this opportunity to share my thoughts with you and to bring here some figures that you guys love from our community. And since I'm at the community, this is what I want to do for that guy. Në një nga website-et e komunitetit ton që ka një komuniteti që është një organizate e komunitetit ton, kjo që ka këtë website, Facebook page, not website, it's a Facebook page, but they are very committed to our community. They've been for like, I don't want to mention names, they've been like for over 20 years around. Edhe janë një nga grupet më të mira të komunitetit. Janë the best group for our community. They are for the community. This guy, që do ta djave emrin, ky djal I ri, unë nuk e dija, po kishte vënë këtu se kjo Facebook page përdor ka një 4.000, 5.000 followers, unë kam një 2.2, 2.5 followers, tek faqja e 440 Boston, këta kanë 4.000, 5.000, diçka e tillë. Shikoj këtë që ishte vendosur.
Një anonimat atje kështë vendosur më kërkoj një license plumber, se dua të bëj një sap pump të shtëpia. I don't know, se ishte summer, 6 months ago. Edhe I shkruaj më merr mua, I them se do ta bëj daqaj. Kisha qef t'i bëja një diçka të bukur. Ja u them me shpirt për kokë të kalamajve, kisha për kokë të kalamajve. Should I mention this? Merë efekt isha me çupën, ata janë në Rom, isha I was just texting like crazy. Ishi në Rom, shikonin Turi pas ka postuar me dhe të foto e vjetër. Turi Vrekaj pas ka postuar që nga me Albin Kurtin. Një miku im. Anyway, teksja me kalamajt. Since apo po ju betohen për kalamajt se janë në Rom, ata në Shqipëri bëjnë Krishtlindjen dhe andej ishi në Rom. Oh man, beautiful. My son is like, what the hell's going on in America? Here's Italy, it's amazing. It's his first time in Europe, been texting with them also, like crazy. Tani ndoqja, I thash më lini se do futem do bëj podcast. Do jap voucherin. Edhe anyway, going back, po të betohem për kokë të kalamajve, ju betohem gjitha. Thash këtë djalin dhe animoj. Mu duk si desperate. Nuk e dia faktikisht them drejtin që ishte djal, saj miri, se ishte anonimat ati, anonymous member. I them na merr ne, kur bie telefoni ti u një altini mbase një jave bie telefoni a het no clue, unë kisha harruar totalisht. Wasn't in my glasses at all. And then he called and then said jam ai çuni tha që kështu tha dhe të mora për atë sump pumpin që kemi tek shtëpia bezmeni për bërë se na çmendi ujë tha. Na futet ujë jashtë mase, un kam bezmenin e kam nice tha. Mbante edhe gjëra atje. Ushqime më thet thash edhe thash I'll make it happen for you. Por nuk e dija me këpo jo, jam ai djali tha, aty u prezantua. I thash kaq bën, do të flas për një javë tha. Edhe po bëja muhabet tek puna se mori kur isha në punë dhe kisha një shokun tim very nice guy Italin, thash kështu më tha do të marr për një javë. Unë I kam dhënë çmim atij thash 1/3 e çmimit. Forget about it, I kam dhe një gjysmë half price. Vetëm kisha një orë larg nga shtëpia me 45 minuta. Kisha vetëm qef t'ja bëja. Ti nxirte diçka të bukur. I thash tash kur të më marri prap do ja rrit çmimin. I thash, ajo çmim që të dhash ishte për para 2 javësh që më more, se kaluan 2 javë se kishte marr, un po qeshja. Edhe ai çmim që të dhash ishte për para 2 javësh. Tash që më le të pres, you have a different price. That was for that time. You had 24 hours to respond. You did not, so you got another price right now. I didn't bother, he called back again. Edhe me që mori mbrapsh, I thema, po bëni muhabet, do të zgjodha aty Altin. He couldn't choose anybody else. Project that he has, no licensed plumber, nobody can do that project. Because it's against the law. I thash nuk bëhet ajo, është against the law, I thash, do vita shikoj njëra tje flasim. Vetëm të vi robi të shikoj 45 minuta larg, ti duhet pagosh nga $250 deri $300 vetëm që të vi të inspektoj. S'të vjen njëri pa lek. Unë e dija që ai do më zgjidhte se unë isha çmimi më I ulët në market. Kisha një feeling, I don't know, doja ta ndihmoja. Edhe çat quajnë I thash. What's your name? No, si thash çat quajnë. I thash nga të kemi. Se emrin e vendosëm sa I mirë. I thash nga të kemi. Më thot mua pa vajtur tek shtëpia në telefon. Më thot mua, na Tirana, djalë Tirane lale. Oh my god, thash suspanca atje një 3 sekonda, po I ke parasysh to djalë Tirane si e di Rama. Oh my god, thash, no you're not. You sure, man? I said, you had to say that?
Me 30 years here. Po ti më tha mua nga je. Qa i thosh, unë jam nga Bostoni, 30 vjetë këtu në Boston. Qa i thosh, jam nga Boston, i thash jam nga Kalmbugjaka, nga Fjeri, nga fshatrat e Fjeri, thash, Kalmbugjaka është ajo pjesa, i thash, futesh në Kallëm, sa kalon duke të mbrostar, sa kalon argjinaturën, futesh për Kallëm, po Kalmbugjaka është pjesa për para. Po come on, man, you sure you're gonna come up with that? Like, I don't wanna hear that shit, man. I don't wanna hear, be nice, man, be nice. Close the phone, anyway, lama poj, man. Close the phone, vete te babai, kisha marrë një puro me vete. Kisha marrë një puro. Po pimnin na një whisky atje araki tek babai edhe i them burazerit, kështu e më tha jam çun tirone mre lale tash. Get the fuck out of here, ka plas një qeshu like oh my god. Qa ty unë des drita e kuqe, red flag. E ke vazisht like leave me alone, get the hell out of here, I don't want to get nothing to do with it. But thash like mase e ka thënë me qep me kështu me nejse hajde thash. Varilesh. Vem tek shtëpia, përpara se të ashtu bëm si që thash, bëm pazarin, i thash do paguash kaq lek para se të filloj, which everybody has that. And do jet cash, i thash. Doesn't matter, it's cash. You have a lot of reason to get cash. Lot of reason. I don't want check, i thash. Yeah, no problem. Showed up at the house. I rented a jackhammer. Mora me qera jackhammer në Home Depot. Po për para se shkoj atje kam punuar një 3 orë që bleva tëra parts. Pa lekët e ti, pa marrë lekët, bleva tëra parts. Qa doja në Home Depot. Nuk i gjeta në Home Depot, I go to Lowe's. Like 3 orë, 4 orë, hang around for all the gizmos, whatever I need for the project. Whatever I need from project, put it on my truck. So, se këta e din se puna fillon kur vi unë tek shtëpia jote. Jo, nuk fillon atëre puna. Puna ka filluar 2 ditë më përpara. That's why I'm charging you those money, and besides that, I'm half price. Puna fillon 2 ditë para ti, duke vajtë në përdyqane, duke bler gas, makin, everything. Lunch that you're gonna eat, I'm dedicating, even if I speak on the phone with you, you have to pay for it. Everything is writing down there. Sa më shqiptarë s'kan për ta kuptuar asnjëherë kur më dëgjojnë nga Shqipëria, po kjo është Amerika. Po i re telefon, e kam pas të probleme ca që punonin me mua, për mua, në përpunrat që shkoja. Dhe, pse o ta marrësh lek ti për këtë? Nga dalin ato para. Nga dalin. Do bret 4 orë në përdyqane. Do flas telefon me ty, you have to pay for everything. Why do I have to talk in phone with you? I talk with my family, I talk with my kids, I talk with my father, my mother. Why do I have to spend that fucking time with you? Who are you? Get the fuck out of here. I don't want to see you. I don't want to talk with you. Not meaning to disrespect you, but that's the law. Unwritten law. In everything. Not just... Edhe I them në salë gjyqë, do vite gjyqë, I them like... Vetëm të vesh, I thash, në ambulancë në Amerikë, të vesh në emergency room, dua nga $1,500 deri $2,500, vetëm të shënojnë emrin, kur vete në front desk, në tavolin, ka qenë këtu e 20 vjetë, shkuara ka qenë $500, pa bërë asgjë, you show up, të shkruajtë në emrin, të morën emrin, të dërguan në shtëpi, billin, $1,500, find a place to hide, se vry me miu së të bëm pun, është $1,500 vetëm të write your name down and to leave your appointment with the doctor. When you meet the doctor, it's totally different fucking thing. Forget about it. Different bill. Sorry for my language. Anyway, ku e la me ku na mbeti? So, that's what it is. That's what everybody, when they do the papers and when they price you out, they include everything. Even things that you don't see, and you're like, no, it's not, that's how it operates here in America. I'm not here to lose, I'm here to win. But you're not appreciating everything, and I'm telling you, I swear for my kids, I was like 200% honest. Anyway, go to Home Depot first day, rented a jackhammer, this big jackhammer, $120. Jackhammer to break the concrete.
Before I was gonna get the jackhammer, I went there with a water saw, cut the whole square because he put a mark on the floor. Altina, I need it here. I met his father there. He was sick. I felt so bad. He wanted to talk with me. Ke parasysh ku vin këta pleqëria në Amerikë, me zi presin gjena njerin që të ndajnë tëra hallet, thonë qa halli kanë e kë njofin e kë. I appreciate it. Like, I take a moment, I share it, I drink a cold water. It was July, 105 degrees, crazy. But I thought, basically, I'm like, I get the job done. Do you want to sit with me? Let's sit after that. E respektova dhe t'jatin. Preva me water saw, që mos të bëja ty me gjera në shtëpi se kishte ushqime në basement. Ja pres me water saw. Ky çuni si ishte aty. Sa i miri. Edhe e pastrova gjithë, e fshiva, fshitër ujin, gjitha morën, dhe kanë kri, futur në përkova që t'i jepja një perfect job. Shikoj s'po thyej betoni. Ajo që hapa, 2 fit me 1 fit nuk thyej. It's unusual because basements usually 3 inch, you down, you get to some stone, 3/4 inch stone, sand, boom, you dig it out. Done. Thash si ka mundësi. Run to Home Depot, get a jackhammer, $120 jackhammer. Plug it in, jackhammer the shit out of it. Couldn't coming out. Couldn't. This much. I checked it. All concrete. I was like 4 inches. I couldn't dig anymore. Nuk por gërmoja do të më. Ishte solid beton. Thash, what the hell's going on? What's going on here? You know what, thash, s'më ka bërë në njerë vaki këshu, i thash, po do vetet marrë një jackhammer, do vi nesër, iku dhe ora. 4 orë punja, 4 orë i lashën për Home Depot, ra në losa, 8 orë. E telefona e më thetë të thash, e më bëdapa. Anyway, të nesmen, $120, rented out another jackhammer, like huge, big one. Like needed 3 people to carry it and to dig the shit out of that hole, the concrete hole. Grab it myself, jackhammer that whole thing. Couldn't do it, man. I went up to 12 inches. I couldn't do anymore. I was like, man, I didn't sign up for this. I called his son because ai plaku po më shikonde aty, mora sa i mirin telefon, i thash, jo këtu, i thash. Pasi i ka pastrova vendin, I thash ati plakut, very gentleman, very old guy, nice guy, sick. His mother was very nice. His wife very nice. Hi, how you doing? Like, but I'm talking for the old people, good people. It's like, ky çuni opposite. Erdhi, pasi mbarova ditë e dytë, më jep ky babai, ti pasi kisha punuar. Më jep çekun, thotë, këtë çekun e ka lënë djali, tha, për ty. Po I thash, e kishim bërë ndryshe muhabetin bashkë, I thash, lëre, I thash, pas sa fillova flisja, thash, lëre. Kur takoj djalin, I thash, po sikur e kemi bërë ndryshe muhabetin bashkë, I thash. Sikur e lam për kesh, edhe do I bie, po nuk, se unë s'kisha kohë të veja në bank, se qis sneaking, gjithë këto largo sy, jo, po ja se, po rria thash, okay man, qa ti thosh ja, I was still thinking about the job, I just wanted to make him to make him happy, the whole family. Edhe tash isha më të beja happy sa I mirin, isha të beja se pasha ata pleqerin aty edhe më erdhi më tepër nga ata. 3 herë të thënë, o vlla, unë jam shumë honest, I thash. Edhe pompën që I kam bler për water pump, blejnë sa $100 pomp, ja bleva $300 që mos kishte, dhe atje në gjyq, tha, për qa doja unë atë, tha, për shatërvan, tha. Nuk I thash gjë. Se nuk e vlerësojnë, they don't know. And then guess, he learned it hard way. Edhe, si e lam bashkë, I thash. A nuk do jetë, mendoni të gjithë, a nuk do jetë më, ne duhet jemi shumë honest me njëri tjetrin. Vetet e shtëpitë e amerikanëve, oh my god, bëj punë tek amerikanët. Men, I them, si që them na njëherë, ore lëri gjithë këto mburri e gjithë këto që të bëjnë se të lyejnë e të lajnë,
nuk më duhet gjë fare çka ke në zemër, unë dëgjoj ato llafet që dalin nga goja. Oh my God, what you did! Oh my God, amazing, beautiful. In the meantime, I was doing something else, and then that couple were like, "Oh my God, what you did for us! This is amazing! I'm the happiest person in the world." I was like, "Stop it me këto speeches e me këto gjërat kaq mira e temla." I thashë na zëri diabeti, like na lini rahat. Ata ishin gati të shkruanin libër për mua. In a minute. That's how excited and how happy. Vem tek shqiptarët dhe më vjenin ato, vlla. Qa janë këto prapa skena? Like, unë të them 2 herë, 3 herë. Buddy, I'm very honest that jam 50 vjeç, nuk kam kohë të bëhem dallaveraxhi. Kur të vete, I'm been telling everyone, kur vete në krevat për të fjetur, edhe I mentioned it, I want to sleep like a little baby. I just like, I don't want to bother and worry for anybody. So I did everything right. Po isha ajo thënia, no matter how right you do the things, again you're wrong. Sa me vlerë do ishte, ti sa i mirë, ti, të më vije që pa filluar unë punë të më thoshje, ne lam për kesh bashk, të më thoshje Altin të më merje në telefon si burri burrit. Të më thoshje, Altin, unë nuk i kam lekët kesh. Se nuk kam ko sot, po nesër apo pas nesër do të përgjigjem ty si që kërkove ti. Do më vije në sedër, në siklet, e në të gjitha të thoshja, you know what, Sajmir? Don't worry about it, man. Don't worry about it. Matter of fact, pse je ti tek unë, pse mori mua? Because I was the best price in market, that nobody wanted to deal with that shit that you had there. What do you think I've been here for 27 years? You think I don't know what I gave you? Like for the whole project? Forget about it. Anyway, sa vlerë do kishte Altin, nuk I kam lekët. Smart do t'jam shumë I zën. Por si burri burrit dhe për të treguar shumë I sinqert me ty. Të mora në telefon që të më japësh little break, një 2 ditë, sa të lirohem edhe direkt do të bie lekët. Kur më bie qekun ai ati tia, djali im ka lënë për këtë për ty, e hap qekun, me emër kompanie. Se kështë bërë gjitha ato digin në AI, chatbot në për gjitha këto, Bing, Ding. Edhe kështë bërë gjitha ato atje edhe shkruar dhe tek memo e qekut plako, kështë bërë poem. Poem, të them poem atje, like, ky project është për këtë, like, what the fuck you doing, man? Where you going? What direction? Where you going? I approach him, I dola, like, si e lam bashk. Po unë se, që janë këto gjithë këto explanation? Be a man, man up. Toj Altin, can't. Can you do this project this way? No, I can't. I'll do it this way. We're not going to do it together. Because I'm going to go in this direction, Altin, edhe anijet tona nuk hecin në të njëjtin drejtim. Duhet hecin të njëjtin drejtim që ne ta bëjmë këtë biznes bashk. Po me sneakin, me qera, me... Ky project I thash nuk sajna për këtë project. Ky na ka ndal avari këtu, kemi probleme, është 16 inch thick kankria dhe nuk po e hap dot I thash. Tani me kaq sa e hap, a do të kushtoj edhe 800 që më shumë I thash. Po për ty I thash se mora parasysh gjithë ata që pashe takova. Po nuk jam mençna I thash, do të bëj $400 më shumë I thash. Më fal, se ka avari dhe po punoj më shumë se ç'duhet. Ditën tjetër e di çai thash. Edhe atë 400 se duaj, thash. Do rri atje tek ajo çmimi që të kam dhënë, se më dukej sikur po mbase mi se draime më dukej sikur po e vidhja. Kur I shikoj njerëzit kur I shton çik lekun se ka probleme e ti po punon më shumë, më duket sikur I qelloj me varre, më duket sikur futem tek dhimbja atyre, thash, e di çaj thash, nuk I dua fare ato $400 e tjera. Jo, no, lare, ky prap vazhdonte me gjera, se qekun ja lash, I thash, na dhe mbjer kesh, jo po s'jam nesër, po banka ime s'mjep kesh, ashtu I thash, e fuz do të qekun në bank. Po je, tha, e fut, tha, e mora në telefon, po, tha, e fut, okay, thash, you wanna fuck with me, I'll fuck with you. Simple. I'm trying to work it out to make you happy, you don't want to.
Is this check, I thash, it's good? Ja, tha, good, një vajnë bank. Për cash ik. O, nuk vi dot la, shtator. Po ne kemi kontrat bashkë, yeah, I'm breaking the contract. Who cares? That's it. Për këtë deri te ky hap që holla, I'm charging you just for what I did. Now go out there and get it. Well, I'm gonna go to do vete në gjyq tha, do azgjidh këtë. Go te një çobani, be my guest, I thash. I don't care, Sajmir. Sajmir, I don't care. Go ku duash. Problemi është, now that headache that you giving it to me, how much is cost now that I'm giving it to you? It's a headache for both of us. I already passed mine. I didn't care. You want to go there? Go there. And guess what? E di që i thash vllai tim, kur s'po meste puna, dua t'i jap gjitha lekët mbrapsh, I thash. I don't feel comfortable, I thash, për kokë kalamajve. I have my brothers dëshmitar. Thash, I want to give him all the money. I didn't make him happy. Dhe nuk feel vet happy, thash. Jo se s'bëra të happy, po nuk po ndihem para se të merja decision që I thash nuk të vime. Do t'ja jap do ashtu. Ky vazhdonte prap me këto skemat e tia. Unbelievable, Spider-Man. Edhe nuk vajta më dot, vetë ndjek në lukë ligjore. Be my guest, I thash. How much it cost your headache? Does it cost that much? Pse e fut familjen në këto peripeci e gjëra e kot fare? Të pëlqen kjo peripeci që po merr tash I mrapsh nga ajo që krijoi vet? No. Did I like it when you started? No. So let's collaborate and make things happen. Did you get it? So what happened? He goes to the court. I talk with my lawyer. 5 of them, because I had to take 2 opinions, but I was like, my lawyer said, Altin tha, ti e 2.000% 375.388.000, ta bëjë unë si Zeqineja na Roskoveci, fitus tha. Po sa do të kushtoj ty, tha, në long run, tha. Do lësh punën, tha, se si detyrohesh azjati boti, tha. Do lësh punën, tha, do bredhësh atyre gjyqeve, tha, për lek, tha, që they ain't worth it, tha. Njeri më tha, just call me, I don't need any money, I just want to show up there, tha, nail everyone. In a meaning, to make you winner. Said like, you know what, no, I feel the paper to put it in the court there, like to be dual court, like he can come here, I can go there, because to put my complaining to in. And I said no. I feel the whole paper, I'll still have it. And I said, no, Altin, you're not that kind of guy. And then we go to the court. The court day came. It was like 3-4 days ago. We went to the court. Sajmiri erdhi all, se po pate këto mend vlla im me për tu zënë me rob të bësh na këto prapa skena, do blesh dhe kostum për të vajtur në përgjyqje. Kishte ardhur all sweet shiny suit up, and atje unë normal. I got nothing. Pse do bie letra e më thet thash edhe ç'a të prezantoj, 2 words. Ç'a I kam thënë asaj, ishim te u futëm në dhomë gjykatësit, në dhomë, ja. Qojta I është filani, tha, Sajmiri me Altini, tha, po, ka në gjyq, tha. I thash unë nuk jam unë ai filani, dhe s'është ajo kompania ime, po erdha për të respektuar gjyqin, thash gjykatësit, se ti duhet ishe, tha, gjykatësit duhet kësha ardhë me lojër, thash. Ai që ka hedhur ai atje në nuk jam unë, thash. Ka hedhur kompaninë time që unë e kam pas para 20 vjetësh, se unë I don't own that anymore, thash. That was like 25 years ago. Por erdhat për të respektuar gjyqin. Me që më keni thirrur dhe unë e kam pasur atë kompani. Okej, tha, do veni tek ajo dhoma aty, tha, janë 2 çuna, tha, një gosin djalë, tha, do ju ndihmojnë, tha, që ta sorti out, ta mbase arrini në një shkallë që ta mbyllni këtë çështje, mos vi me gjyqje me gjëra. Ja, okej, tha, it's free, tha, go there, tha, edhe
flisni me ata se mos e rregulloni. Pa ardhur në gjyq. I said, okay, we went to their room. Ishte një çun dhe një gos, gentleman's young couple. And then pyetën Sajmirin, qa halli ke, filloi të tregoj historinë tënde. E tregoj, edhe tha i dhash këtij gentlemanit këtu kaq lek, tha, edhe nuk më bëri punë, tha. Erdhi radha ime për të folur, i thash, sa lek të mora? Kaq, s'ka marrë të lekët e projektit. Të mora vetëm aq tek ai step që vajtëm. Megjithatë, ti më pagove kaq lek për ato që unë kisha bërë, për ato hapa që kisha hedhur. Ku i gjete lekët? Simple question, i thash atyre dyve që po në bashkëpunonin me ne, që na merrin pyetje, që po provonin të bënin any çobani type of shit thing, rolin për bashkim, ta ftjellonim situatën e ta zgjidhim pa vajtur në gjyq. I thash, ku i more këto lek, zotri që më pagove, zoti Sajmir që më pagove? Tha, kam punuar. I them atyre, you got the answer? Did you got the answer of your question? Where did he get the money? He worked for it. You see that? He paid me with the money that he worked for it. So did I. I worked for the money that I took from him. Pasha të gosën po qeshte. Like, don't you see? People, they work, they have to get paid. Besides that, I left you tons of money there to get somebody else to finish it, because I cannot deal with that attitude of yours anymore, with a sneaky picky and trying to get me. No, brother, I don't work like that. And I put stop to it. Like, you are now, don't you see, you are 6 months stressed out. I was for 3 days. 1 week stressed out. Vetëm for bullshit that you doing managing the situation. And I said, like, you gonna manage me? Nobody. I'll manage you. Shiko ku e prure situatën. Why? 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 It's not worth it for none of us. Woo. E qanim këtu. Edhe ai s'është dakord. Pse e prure këtu? It's last thing in the world for me to create problems to Albanian families. Last thing in the world. And especially to you when I saw your parents there. Your father so sick, Sajmir. I saw it there and I was like trying and to help and të më thruaj, tha, qa mendimi ke, i tha, në ti, kjo duhet hedhi çmime, tha, në më thënë, sa lek do më japi mua mbrapsh. Mbote, 0, i thash. 0. Po jo, kjo do ta bënde me cash all day long. I them fronta atyre, cash all day long. And if it's more cash out there, në qofse ka më cash, me damar. Doesn't matter, as long as I pay taxes, I pay like, I don't know if I mentioned, from $38,000 to $46,000 a year taxes to American government. You think I need those toothpicks of yours? I'm gonna give it to the government. For this, for America, I fight, brother. I fight. Anyway, they said, nah, the judge gonna get it now because you did not reach agreement after we talk with you, so we're gonna pass it to the judge. We went to the judge. On front of judge, just 2 of us and him. I took my hat off. I had my hat because I gotta respect the judge. I left it there. Underneath my head, I put a check. I already had a check for him for the whole amount. For the whole amount of the job, I had a check because I don't want to give him a headache to any family. Kam arritur në një stad që nothing. Kam arrit në stad që I want to feel good. My heart has to be clean. My heart has to be clean. Clean. Ajo që ju kam thënë që duhet kur vete shtrin, sleep like a baby. I had it underneath my head. Bambe bume, ky boti kështë bërë dosje Sajmiri, which I appreciate it for the time spent. Print it out like
Okej. Me vrap tek gjëgji, shikoj këtu kam printuar tekstet, ato janë shqip, po unë can translate it for you, se unë jam kështu, unë jam ashtu. I was like, man, like, do you want the money or you don't want the money? Do you want me to continue fighting? But you don't want me to continue fighting. Checo is ready there with a full amount, not the amount that he was looking for. Judge said, is this much money? I want both of you. He started mentioning some people in the community in the Quincy area. Mentioned some people there. This guy is so good. He got this restaurant. He's doing the best steak in town. Now you want me? He told him like, do you want me to call him to translate those pages that you printed out for me, those text messages? Like in a meaning, like stop the bullshit. Are you gonna cooperate here? Like, what do you want from me to do? We got guys here that give me a community. You coming for that amount of money here? Now you have to pay. The judge said you have to pay. You guys, let's collaborate together, break it down. I had the full check under my head. I had the head there. I had the full check. And the judge said, what do you guys think? We cut it in the middle. Like, this much for you, say like it's $100. 50 for you, 50 for you. And then you guys leave me alone, because I don't want to fucking deal with this shit anymore. But he did it in so gentleman way. He brought it so nice, and when you approach people that nice, is ajo që ju thash në fillim. If he approached me nice, Altin, this is me. Friend, both from Albania, I don't have the money today. I'm busy. I can bring it to you tomorrow, just like you asked for it. I can bring it tomorrow. I'll bring it a day after. Just please get this thing done for me, and I really appreciate it, man. You're doing the impossible there. How good that's gonna be. Do më vije mua në një siklet që jo 16 inç ka nkri do të coptoj, apo do të shqepja tër themelin. Nga kënaqësia shpirtërore që do ndjeja për mënyrën se si do të më approachje mua. Po nuk e kemi ne këtë, jemi si I don't know, kemi një unë po përpiqem aq shumë, but I'm still too far. Aq shumë po përpiqem, kemi një qasje kafshërore që se marr vesh plago. Nuk e marr vesh. I'm still too far, but I'm trying, doing my best, and that's the best thing for everyone. Try your best. In the end of the day, I'm always saying like, I've done this for myself. Even somebody when I share thoughts like, did you do it? Yeah, I did this. Like, you did it for yourself. Don't worry about him. You did it for yourself. Like, when you do something good, you did it. Put that check mark on the box because you did it for yourself. Forget about it if somebody appreciates it or not. Don't you get the message that I'm giving to you? Get the message. Get the fucking message. Do it for yourself. The pillow bed sleeping. You know, you go to the bed, put your head in the pillow there like a baby. Oh, you watch a lot of dreams, you know. Beautiful. I'm gonna split it, the judge said. You are responsible. I lift my hand. I was ready. I lift my hand like this, both actually, to talk with the judge. Judge, I said, I'm sorry to interrupt you. He was a gentleman because he took me without a lawyer. And I lift both hands. Judge, I said, he lifted his head. He was like 80 years old, maybe. I might be wrong. I don't know. Judge, I said, I was ready to tell him, like, I'm going to give this guy, I got the check here, the full amount. And then I stuck like this for, Judge was like, what the hell is he doing? I stuck like this for 2-3 seconds, and then like those situations, 2-3 seconds are like 2-3 minutes. You know what I said? Do that. Done deal, I said. Judge said, when are you going to give him the money? I said, whatever you want me to give it to him. You know what I mean? It's fine. You can do it, he said, Judge said you can do it with a couple payments and then be done with it. You know what I mean? I said like, okay, do it with a couple payments. And it's fine.
Oh no no no! Judge said he took it wrong way. He thought like I was gonna do like say like $20 for 20 years, $20 a month. I said like when are you gonna give it to him? He said like just like you said. I said in a couple payments, it's fine. I had the money there underneath my head. Oh no, you gotta do it faster. I said like I'll do it faster. I said when? He said the judge said he was between us. I said like for Christmas. I'm gonna give him the whole thing for Christmas. Judge did it in a couple payments, but I said like I'm gonna give the whole thing to him for Christmas. He was like the judge was like, yeah. I said when? Because he said well, Christmas is a gift from me to him. That's it. That's it. Is that all that fucking stress that you put on yourself for 6 months? Is that worth it? Not a penny. $1 billion stress. Why are you going so far, brother? That was the story and we left. But I got appreciated though because he had the suit on. You know what I mean? Probably, I don't know. He's been like, very nice guy. I don't want to judge him. He put himself in this situation. I did not. Honesty buys everything. Everything out there. Honesty. If you're being honest, you're going to make people work double time. Go crazy. Jackhammer the whole fucking basement for you. He was a suit because probably, which I appreciated, but probably you never know how many court cases he's been. Probably had that suit for all the court cases. Just a suit for. Because if you've been like that, I'm sorry to tell you, Simon, but if you've been like that, you need a full garderobe closet just for court hearings. And matter of fact, what I want to do now. That chair there, it's open for you. It's open for you. Do you want to share your story? Come, share it with me. And we're both here. Unë jam nga Fieri. Nga fshatrat e Fierit. Ti je nga capital city of Albania. Çun Tirane. Mos be afraid nga mikrofoni dhe nga kamera. Hajde këtu, fol me mua, dhe të na dëgjojnë të gjithë, e ndajmë historinë tonë, në qoftë se ti ka përkënaqësi nga kjo që unë thash. I'm giving you option. Hajde ulu këtu, flasim bashkë sa i mirë, e diskutojmë and let the people judge us. Ta the me shpirt, hajde, do jesh i nderuar. Dhe plus, another thing, with a check that I'm gonna send you is a bottle of wine coming in your direction, in your address. I'm gonna send you a bottle of wine. Have it with your wife. No, have it with your father and your mother, and then your wife. Have a glass of wine. That's it. Or come and share it with me here. I'm open all the time. You have my phone number. Call and come here. Share the story, let the people judge us. Or just come, we talk, we shake hands, we don't have to mention the story. Or if you feel that you have to say something, I'm open all the time, man. Open all the time. Especially for you. And you know what? Let's do a podcast together, share everything, and bring your family here with you. Have a glass of wine with us. How's that? And I'll get some steak there. I get some steak. And I'm going to cook it for you and your family, your father. Because I saw him. He's a very good man. Get him here. You got it, killer? That's what I'm going to do for you. That's it. You know what worry me most about it? What worry me most about it? That why us as Albanian
Do not communicate with each other with honesty. It's unbelievable, man. I hate it so much. If I was American, growing up here, American, and an American boy or guy or man, you're not gonna act like that with me. I tell you, 200 point fucking 5,000, 3,000, 100%. Then you're not gonna act like that. You're gonna act totally different. Why with the Americans you act different, and when you homeboys don't act in the right way? Do you know how much that costs? It's not money. Honesty is not money. You cannot buy it, man. Do you know how much that gonna make me so much happy, and I was gonna be on a qellin e 7 do kisha vajtur. Të më thosh i Altin më merri në telefon. Pa surpriza, pa gjë për gjë, pa sneaking around. Të më thosh i Altin, direkt. Ti e di që unë po vija për tek shtëpia jote, do vija në orën 2-3 tek shtëpia jote. Më more paraditë në telefon, thash sa i mirë, kjo këtu. Pse s'më the, Altin, unë nuk e bëj dot këtë, sa, men s'ka gjë më të bukur, nuk e bëj dot këtë. Do ta bëj nesër. Kjo që më kërkon ti, do ta bëj nesër. Lekët do t'i marrësh nesër, do t'i marrësh ashtu si i kërkon ti. Nuk do t'i marrësh nesër, do t'i marrësh pas nesër, se ka mundësinë jam në punë. Think. But you start that poker game and that bullshit game, that, man, and I was like, every time I was like laughing and smiling and like, what the... Anyway, man, I stand behind it, what I said. The chair is empty, come here, we talk together as two gentlemen. As two gentlemen, see me, my eyes, I'm watching you. As two gentlemen, come see, let the other judge us. Yeah. And then be and support the Albanian community. And shikoj ata, na shikon ne, e të gjitha ata që fton në shtëpi, si guest. Pastaj si punëtor. Shiko si guest, e di qa bëj unë në përpunë që vete? I charge top-notch dollars. You know why? Because when they open the door, they know I'm there. And the respect is coming with me. I charge top-notch dollars because that's the respect that I show for myself. Kur a I hap derën, Holdon thot se ky I ka duart flori, prandaj merr kaq shumë lek. Dhe duhet respektuar, se po ishe qip, thotë, "Valla, hajde këtu, po ishe I lirë, e di ç'a bëjnë këta, ndaç amerikanda. Valla, hajde këtu, sa do ti për të $100, hajde këtu, hajde, bëme çik të këtu. Hajde këtu, bëre çik këtu, se di ai, ti do ta çash në $5, $10, $50 që nuk nobody give a shit about those. So when I enter the house, nuk duhet dridhem unë, duhet dridhet ai, pronari që ka shtëpinë. Toto boboj erdhi ky do më kpusin mes, po do bëj punën, ta qëndisi që kur ta ngrej zërin ai, miku im, ta ngrej zërin ai për të treguar një ekstra gjë, ta di që do t'i vi që ka një kokës prap. Bam! Ta lë plasun shesh. Ta masi mirë lafin kur t'i dali nga goja, tregoj respekt. Se po si more lekun tjetër, kemi një shprehje ne në Shqipëri, po nuk da them. Po si more lekun tjetër, fillon të trajton differently. That's the story, my friend. Now one more time, come here, sit, or bring your family to have a glass of wine. And my offer is open. It's open till after New Year's Eve. Till January 31st of 2026. Okay, more than a month. Going back to the voucher, Samir, take care, and I wish all your family, that's for you and for your family, for your dead mother, for your father, mother, kids, wife, and you. Enjoy the New Year, Christmas. I don't know if you do Christmas, but enjoy the New Year. It's for my family
to your family. Enjoy it, Saimir. By the way, Saimir, I just picked a name. Beautiful name, but his name is not Saimir. Now going back to the voucher, guys, I have it ready here. Call me. This expires just the same as Saimir's offer expires for lunch together or dinner. This expires on... This expires... Shko këtu, Altin Halo. Shko. Altin Halo from me to you. Nga Kasolle Qarqanit, kjo expires, keni një muaj kohë, një muaj gjysë, sepse kjo offer expires January 31st, 2016. Dhe si do ju le, dhe mos harroni se kam këtë amazing podcast dhe jo da share me juve on Thursday. This guy coming just to have an interview with me, për të treguar historinë e jetës së tij. Shikojeni si do jetë amazing. Ju përshëndes gjithëve dhe kaloni një natë sa më të këndshme. Do takohemi përsëri. Bye bye.